herë të parë, Shqipëria ka bërë kongresin e dëshmitarëve të Jehovait. E pash në Rinas, ku ishte krijuar një kënd shumë i veçantë, një mikpritje, tabela, takime sikur njiheshin prej kohësh. Po mirë, këto janë, me thënë, të zakonshme të dëshmitarët, takimet kështu miqësore, dashamirësi. Dhe këtu shikojmë që kam me mira veta, po para të prezantoj, jam me drejtuesin e sektorit të medias, në sektorit të medias prezantohu Petrit Treguti. Po. Tani shikojmë me mira veta. Atje është këndi i është sektori i gjuhës angleze. Sa veta kanë ardhur nga bota? Aty mbi 2000 veta. Kanë ardhur delegat nga vende të ndryshme të botës. Shumica për herë të parë, Shumica për herë të parë. Mos them, po, 90%. Në aeroport pash që kishit organizuar çdo gjë. Domethënë që nga pritja me tabela pritse, edhe këngë. Po, me këngë, me valle shqiptare, mikpritje. Gjatë këtyre ditëve keni bërë dhe aktivitete të ndryshme, vizita në vende turistike, të Mrizizanave, nuk di nëse mund të përmend tani, në Kruj, në Durrës, në Tiranë, vende të ndryshme. Kemi treguar ato disa pika të veçanta të Shqipërisë. Si është dukur Shqipëria? Janë të manitur nga bukuria, nga mikpritja, nga ushqimi, nga të gjitha gjërat e bukura që ofron vetë. Shikoj në kongres tani këtu janë plot, sot është ditë e parë. Ditë që të ketë akoma më shumë. Ajo pjesa atje e Ajo pjesa atje është pjesa e sektorit të gjuhës shqipe. Po, shikoj këtu pjesën tjetër që edhe pjesa e si quhet kjo, se unë nuk është se e ndjekë shumë futbollin. Po. Tribunës. Pjesa tribunës. Pastaj atje është një pjesë ku ky program përkthehet në gjuhën e shenjave. Po, kjo është interesante. Gjuhën e shenjave, domethënë gjuhën rome. Domethënë, atje është në gjuhën e shenjave dhe gjuhën rome. Gjuha rome. Po. Kurse këtu është gjuha angleze, këte janë delegatët e huaj që kanë ardhur. Po. Dhe këtu është pastaj pjesa tjetër e gjuha shqipe. Dhe po shikoj që andej dëgjohet shqip, këtej anglisht. Dëgjohet anglisht. Edhe keni arritur me audion ta ndajmë dy që të mos pengojnë njëri tjetrin. Po mirë. Gjithë ta se shikoj që ne do ngjitemi pak lart, i shikojmë pak edhe gjitha veta që po merren me organizim. Sa veta merren janë marrë me organizimin e kongresit? Mira veta. Janë mira veta dhe ky projekt është ka filluar para një vit e gjysmë. Përgatitjes. Tani mira veta. Sa le kanë marta? Gjithçka bëhet me frymë vullnetare. Vullnetare. Nuk paguhet për punën që bëhet. Dëshmitarët nuk paguhen. Ato legjendat që jo marrin lekë, jo paguhen ajo. Jo, është gjithçka. Të gjithë që për shembull vjen kongres dhe kudo, gjithçka mbulohet nga kontributet vullnetare dhe nga puna e vullnetarëve që ofrohen vetë për të ndihmuar. Dikush me pastrimin, dikush me mikpritjen, dikush me organizimet e tjera. Edhe këta këtu që janë të gjithë vullnetarë që po kujdesen për sistemin audio-video. Do t'i shikojmë pak sektorët, si janë të ndarë, domethënë pjesa e sektorëve dhe të ngjitemi pak lart, shikojmë këta delegatët e huaj. Po, mund të ngjitemi. Pse i thoni delegat? Po janë të caktuar si delegatë që përfaqësojnë vendin nga viti. Si delegacion, si të themi, si e themi ne. Okej, pashi kishin e veshje tradicionale. Bravo, disa kanë veshur. Po, pas keni si edhe labirin këtu, edhe labirin edhe gjitha trojat shqiptare. I kemi sjellur këtu. Shkojmë? Okej. Duke shkuar për te pjesa e delegatëve të huaj, me thënë me Petritin, Petri këtu sa sektor janë, se shikoj po punojnë në shumë zyra. Po, këtu janë disa sektor. Është sektori i oratorëve, si ne i themi kështu oratorët, ata speaker që do bëjnë fjalimet. Pastaj këtu është sektori mikpritësve, sektori sendeve të humbura, ndihma e shpejtë. Ka shumë sektorë që lidhen me organizimin dhe mikpritjen e delegatëve. Shikojmë që ka kënde. Kjo është help desk, information. Delegatët që kanë ardhur nga shtetet e ndryshme vijnë këtu, pyesin që të mos humbin. Do të kujdesemi për ta. Informacione për çdo gjë, Po, bravo. Ka dhe andej help desk për një sektor tjetër, janë aty të organizuar. Po pse janë më shumë atje? Po mund të kenë, është edhe një sektor tjetër kur është lost and found. Janë gjërat e humbura, dikush e humb një gjë. Nuk është që e morën për vete, po e lëm atje. Dhe ai që ka humbur shkon atje dhe gjen. Okej, shumë humbur gjëra me vlerë. Këtu janë nga kohë ndryshme dhe këtu është anglisht. Po, kjo është sektori i anglishtës. Shikoni ka veshje popullore. Domethënë secili përfaqëson vendin e tij nëpërmjet veshjes. Jemi në këngë tani që do
sigurojmë ushqim gjatë drekës. Ku janë siguruar ato kutik me ushqime. Për ujë, për çdo gjë, kemi siguruar për ta. Falas. Falas, çdo gjë falas. Dëgjoj, di çam ndroqi vëmendje? Se e pash edhe në aeroport, që dhe keni bërë edhe Kemi bërë dhe ujin me logon e Kongresit. tu te pjesa e delegatëve që janë me veshjet e tyre. Duke ju parë gjithmonë serioze me xhakete, me i lejohet për shembull që t'jenë me veshje tradicionale? Patjetër i lejohet. Kjo është një festë. Edhe zakonisht në festa ne veshim veshjet tona, kombëtare si themi. Më dhënë ajo idea që thonë që duhet vishen kështu, janë të detyruar kështu, janë ashtu. Jeni të virshëm. Po, patjetër. Pse është i rëndësishëm ky kongres? Ky kongres ka shumë rëndësi të madhe sepse bashkon njerëzit. Shikoni, ta nuk janë takuar kur me njëri tjetrin, po shikoj çfarë fryme ekziston, vështirë. Paqe, unitet, lumturinë. Përshëndesin njëri tjetrin me dorë. Domethënë ky është një moment që Është shumë prekës. pjesa e delegatëve të huaj po duart trokasi dhe po përshëndesin Njëri tjetrin atë nga pjesa gjuhës shqipe. Dhe ata shiko, kanë nxjerrë ato we love you. Dhe këta bën thirrje, we love you, we love you. O, sa preksa. Dëgjoj. Shumë e bukur. Shikoj një zemër atje, Po, atje shikoj një welcome, welcome. atje një tjetër tabel. Shumë interesant. Ata janë gjua shenjave. Se nuk dëgjojnë, Ata që kanë ngritur dhe zemrën atje. Po e kam parë atë që televizja duarve është duar trokitje për ta. Shikoj, ja, tani po shikoj një numër të madh prej pjesëve që po merren me organizimin. Çfarë do trajtohet dhe u trajtua në këtë kongres? po në fakt kemi një program që kemi përgatitur. Adhurimi i pastër. Atëherë sot fjalimi i parë është çfarë është adhurimi i pastër. Duhet ta dimë çfarë është adhurimi i vërtet, adhurimi i pastër. Pastaj kush e sundon vërtet botën. Ne kemi folur pak më herët për këtë temë. Është një temë shumë e rëndësishme se të dimë përgjigjen e saktë kush është sundimtari i kësaj bote. Njerëzit mendojnë është ky shtet, dikush tjetër thotë jo është ky shtet, jo është kjo organizatë. Po mbrapa gjithë këtyre qëndron dikush që nuk na do të mirën. Edhe shumë njerëz e fajsojnë Perëndin për gjithë ato këqijat, vuajtjet, luftrat, padrejtitë që ndodhin. Thonë vjen nga Zoti, e ka bërë Zoti. Po në fakt nuk është ai. Se ai është Perëndi i dashur që na do të mirën ne si njerëz. Pastaj nesër do kemi një program shumë interesant. Do diskutohet për disa personazhe nga Bibla dhe mësimet që mund të nxjerrim prej shembullit të tyre. Dhe një pikë kyçe e programit nesër është pakëzimi i dëshmitarëve të Jehovait. Do kemi 10 kandidatë për pakëzim që nesër, si të themi, bëhen zyrtarisht dëshmitarë të Jehovait. Ajo është një pikë shumë e prekse dhe e veçantë për kongresin. Dhe të shtunën mbaron programi me një simpozium që do flitet për shembullin e Jezuit. Çfarë mund të mësojmë nga fjalët e Jezuit që i tha në shkrimet e shenjta në Bibël. Pastaj kemi një fjalim për publikun, prandaj ky është një fjalim që do donim të ftonim sa më shumë njerëz për ta dëgjuar. Ai ke verifikuar bindjet e tua fetare. Secili thotë unë kam të vërtetën, unë kam të vërtetën. Por cila është e vërteta? A mund të gjendet e vërtetë? Ajo është në shkrimet e shenjta. Dhe Perëndia thotë që adhuruesit e vërtet do ta adhurojnë Perëndin sipas asaj që thuhet në shkrimet e shenjta. Shkrimet e shenjta janë baza për të përcaktuar çfarë është adhurimi i vërtet. Dhe pastaj do kemi një film, një dramë që është përgatitur më përpara, që tregon për jetën e Jezuit. Dhe në fund kongresi do mbarojë me temën Qëndro në tempullin e madh të Jehovait. Qëndro në adhurimin e vërtetë dhe të pastër. Sa kohë është dashur që të bëhet ditë ky organizim? Ky organizim ka filluar 1 vit e gjysmë më përpara. Që po
punohet, që janë gjetur vullnetarët, janë planifikuar organizimi i hotelet, strehimi çdo gjë tjetër. Shikojmë që kjo është momenti që takohen me njëri tjetrin, Shkëmbejnë dhurata, kanë përgatitur dhurata të vogla secili, dhe ja si i kanë në dorë për shembull, dhurata të vogla. Where are you from? Mississippi. You are from Mississippi? Yes, Mississippi, US. Yeah. But I originally Welcome. from Mexico. Nice to see you. Yeah, Mexico. One message for Albania. I love you everyone here. I enjoy everything. Thank you very much for your hard work. Is the first time? Yes, yes, yeah, the first time. Thank you. We love it. E shikoj që ka njerëz që janë gjetur mirë. Dikush do të bëj fotografi për shembull. Edhe nuk janë takuar me përpara. Si janë takuar më Kjo para. është tani takohen edhe përçakojnë njëri tjetrin. Dhe përdorimi i veshjeve dhe simbolikave të vendeve nga ata vinë i bën që ti identifikojnë edhe nga prejardhja. Where are you from? Where are you from? Kazakhstan. Kazakhstan. And we service with my husband now in Finland. I'm from Kazakhstan. Kazakhstan. Welcome to Albania. Thank You like Albania? you. Yes, very, very nice. I want to again. You want to come again? Yes. You are welcome. Pas keni bërë punë të mirë dhe për pjesën e turizmit. Turizmi, po, është fantastike. Do me thënë, do duan të vinë përsëri. Shqipëria është veti bukur. Kush nuk do donte të vinte? Po mirë, realisht, po shikojmë shumë gjëra të bukura. Po pse shpesh herë i akuzojnë dëshmitarët? Pse akuzojnë? Për shembull, paktën sa familje të rregullta. Paktën shumë aspekte që janë pozitive për sa i përket duke nisur që nga familja, që nga sjellja me komshiu, me shtetin, me taksat, me ligjet, Çdo gjë në rregull. unë pash atje kur po hyja që siç nuk e di se kishte rënë atje në shesh të gjithë me ta pastruar dhe ajo që kam dëgjuar dhe ku mbaron një aktivitet të gjithë në sulm për ta pastruar, për ta lënë akoma më mirë se çishte. Me shkrimet e sheta, Jezuit tha, për adhurus të vërtet, thot do thonë lloj gjërash kundër jush edhe gënjeshtra. Ne e presim, është thënë në shkrimet e sheta. Po kjo nuk do të thotë që një shpifje që përhapet ose përsëritet, nuk do të thotë që është e vërtet. Shpeshherë kur kam dëgjuar nga këto lloj fjalësh e këto, i kam thënë njerëzve me jepni fakte. Dhe ky është problemi. Që shpeshherë flitet po pa fakte. Domethënë flitet në parim, duke nisur që për shembull temat që ti përmendin pak edhe pjesë sensitive që thoshin jo dëshmimtarët sugjerojnë vetvrasjen. Shumë faleminderit që e hapët këtë temë. Dhe paktën se kam dëgjuar kurrë këtë gjë. A mund të bëjnë njerëzit një veprim të tillë me këta që i shikon këtu? Që përqafojnë njëri tjetrin, me lot në sy, bën dhurata për njëri tjetrin, e duan njëri tjetrin. Dëshmitarët e Jehovait e duan jetën, e çmuajnë jetën. Dhe kemi dëgjuar në media, në fakt ne kemi hapur procese gjyqësore kundër atyre që kanë shpifur kundër nesh, dhe vërteta do dalë. Po dëshmitarët e Jehovait bëjnë një adhurim transparent. Ne i ftojmë njerëzit të vinë, na shohin, na njohin, siç ke bërë ti. Edhe gazetarët e tjerë i ftojmë të vinë. Pastaj ne shkojmë derë me derë. Jemi organizata me transparente, me hapur. Prandaj na vjen keq që njerëzit bien prej shpifjeve, por ne ndjekim rrugët. Madje kam lexuar të kundërtën. Domethënë në një link që më kanë çuar, ishte e dënueshme vetvrasja. Është shumë e dënueshme, në shkrimet e shejta është e dënueshme. Është mos respekt ndaj jetës që të ka dhënë krijuesi. Po kështu mbani njëri me zor ju në besimin tuaj. Shikom si të mbash me zor njerëzit që janë këtu. Nuk mbahet kush me zor. Njerëzit duan të vinë tek adhurimi vërtet.
përkundrazi, nuk bëhet me Çdo njeri është i lirë në besimin e tij. Absolutisht. Ju keni qenë në kongrese të tjera ndërkombëtare? Kam qenë në Itali. Ishin diku të 50.000 veta me sa kujtoj unë. Nga vetë të tërë parë që shikoja një grup kaq të madh në një kongres. E po 50.000 veta nuk i kanë sjell me zor. Edhe këtu, sa veta priten? Pritet të vinë 10.000. Po 10.000 veta nuk i sjell njëri me zor. Edhe këta që kanë ardhur kanë aplikuar. Me aplikim kanë fituar, si të themi, të drejtën që të vinë. Edhe ne për të organizuar këtë kongres kemi aplikuar. Edhe nga shumë shtetet botës e kemi fituar të drejtën, me që Tirana tani ofron kushte fantastike për akomodimin se më përpara nuk ishte mundur të akomodoje 2.000 njerëz. Tani kemi hotele të mira, të përshtatshme, vende turistike, shumë gjëra. Për ta përmbyllur, si mund të vi dikush për shembull të ndjeki kongresin? Duhet paguaj, duhet regjistrohet diku, çfarë duhet bëj? S'ka nevojë as të regjistroj, as të paguaj. Vetëm nëse e din adresën, Air Albania, janë të mirëpritur nga nesër është tune dhe të dielën është dita e fundit. Janë të mirëseardhur të gjithë me familje, kushdo që ka mundësi, por mund të futen edhe te siti ynë jv.org. Edhe aty mund të shikojnë adresën dhe informacione tjera. Vazhdojmë të fotografitë e lezetshme. Ti mund të pyesim. Where are you from? Argentina, from Argentina. From Argentina, Yes, Argentina. Oh, thank you. Kjo është një suvenir nga Argentina. TDR, my traditional Argentine. Ta shikoj çka ka brenda. This is the logo for the assembly in Albania. The logo. Oh, kjo është logo e aktivitetit. Inside TDR, traditional Argentina. Mate cocido. Oh, po ta shikojmë. Mate cocido. Është çaj tradicional i Argentinës që është thank you. Vazhdojmë, shikojmë nga shumë shtete që vijojnë të takohen me njëri tjetrin, të përqafohen. Realisht është shumë interesante kjo lloj veshjet e ndryshme popullore. Armenia. Oh, welcome to Albania. Very happy to have you here. Sometimes Albania is near Albania. They say they're from Armenia, they say, oh, Albania. You like? Very much. And the most beautiful part are the brothers and sisters. They're so hospitable, patterns, like Armenian patterns, like Albanian patterns. Like Albanian, yes. You turn back? What? You turn back in Albania in the future? Maybe, yeah, I do. I want to, I really love to come here again. Thank you. You are welcome. Hello. Hello. Where are you from? From Kazakhstan. Kazakhstan? You? Kazakhstan? From Kazakhstan, but I live in Belarus. Belarus. From Kazakhstan. Kazakhstan. You? You like Albania? Of course, yes. I dreamed about coming in Albania. Really? Yes. It's a very beautiful country. You turning back? Turn back in Albania? Yes. Where are you from? I'm from New York. New York. New York. You like Albania? Is the first time? Absolutely. Parliamentary. Oh, Persian Diatia. I love Albania. The people are amazing. this is the first time. First time ever. And is the last? Absolutely not. I'm learning Albanian actually. So Welcome in Albania. thank you so much. I appreciate you. Në rastet e ndeshjeve këtu në stadium bëhet kush dali pari. Po shikoj dëshmitarët po ecin shumë në rregull, ha? Respektojnë njëri tjetrin, edhe respektojnë radhën, të moshuarit ecin përpara, ndihmojnë njëri tjetrin. Vëllai, edhe kjo është një aspekt tjetër që si jeni rrmuja gjinj. Përpiqemi të mos jemi, Aty ka pritës përsëri, apo jo? Që presin. që i përcjellin, sigurohen që të mos ketë ndonjë aksident, ndonjë gjë.
shumë interesante kjo çështja e veshjeve, shikoj. Me thënë, Edhe shumë shikon aty, nuk I kanë lënë në për vendet e tyre plerat, veturinat, po I sjellin I lënë në vendet e caktuara. me thënë, e organizuar që mos të ketë, mos ta hedhin nga dritari. Po pse, dëgjoj. Shikojmë për rregull. Sot të thamë që tema kryesore e këtij kongresi ishte adhurimi I pastër. Prandaj ne duhet jemi të pastër në shtëpi, në lagje, në vendin ku adhurojmë Perëndin. Sot ky stadium është vend adhurimi. Prandaj duam ta mbajmë të pastër, prandaj edhe kemi pastruar para se ta përdorim. Kanë ardhur vullnetarë që kanë pastruar, si të themi, nga themeli. Po nuk e kanë vetëm për pjesën e pasardisë, po dhe rregull, nga kjo ecja në mënyrë rregull, pa u shtyr, me thënë duke ju hapur rrugën, duke liruar rrugën. Ore, pjesën e rregullave që ju keni, nga se kanë frikë? Nuk ka të bëjë me rregullat kjo. Kur një person mësohet nga Perëndia, nga Krijuesi, ai ditë të jetë një qytetar I mirë, I ndershëm, I sjellshëm, I qetë, e respekton tjetrin. Prandaj po flasim për dashurinë kaq shumë. Edhe në këto aspekte të vogla duket dashuria për tjetrin. Kështu nuk bëni sherrë me njëri tjetrin flas. Përpiqemi jo. Jo, prandaj them sepse ne po I bezdisim duke kaluar, duke filmuar, dhe në një farë mënyre deri tani asnjëri s'na ka thënë hape rrugën ose I mërzitur ose diçka. Go away. Ja, po na përshëndesin andej. Me dhënë, kjo shfaqja e dashurisë në veprim, jo në teori, jo vetëm si mësim katedre, po kjo është, si thonë, jeta. Jeta e vërtet, kështu është, në njerëz që duan njëri tjetrin. Shikoj diçka të bukur aty. Thotë duke përshëndetur Nga Argentina. e kam bërë në Argentina. Where are you? For you from Kazakhstan. Thank you. E një dhurat nga Kazakistani, një kujtim, karamele tradicionale. Our battle in Kazakhstan. Oh, thank you very much. Thank you. You are from Kazakhstan. Thank you. Shumë e bukur dhe kjo është shkëmbimi I këtyre dhuratave të vogla. Është kujtimi I bukur. Ha, jo, hapja, me dhëna, edhe është një mesazh dashurie. Ju duam shumë. Një mirëseardhje për njëri tjetrin. Po. Voi non è che siete in un paese straniero, in Albania si parla dappertutto l'italiano. Tu chiami italiano, I capa direct. Benvenuti. Ma vi capite subito? Dappertutto qua si parla l'italiano. Abbiamo visto. La prima volta? Credo che non sarà l'ultima, no? Grazie. Ci troviamo benissimo. Grazie. Ciao. Se italianët dhe I kemi këtu, I kemi tanët Janë bërë vendas tani. të mbushur. Dhe kjo marrëdhëniet që ndërtohen janë shoqëri që zgjasin në kohë. Të thash më bëri përshtypje edhe ky fakti tani që hapën banderolën, domethënë ndërsa në pjesën e jashtme, ky është edhe momenti që Përshëndeten, takohen me njëri tjetrin. I fundit të ditës së parë. Bën foto, fotografi. Domethënë perfeksioni s'ekziston, po Jo, përpiqeni që të jeni sa më shumë të rregullt. Për gjërat shembull, të funksionojnë. edhe këtu për jashtë, nuk shikoj makina të bllokuar që bllokojnë rrugën se duhet I hipin, duhet me borije që bien me një, Jo, nuk përpiqemi të mos e bëjmë. Përpiqemi të mos e bëjmë. Çfarë do të thotë? Që ta përmbyllim me këtë pyetje, çfarë do të thotë të jesh dëshmitar I Jehovait? Dëshmitar Jo, është e gjerë si Pra, është një pyetje e gjerë, po. po ta përmbledhim Është shumë e thjeshtë. pak, domethënë. Çfarë do të thotë? Dëshmitarët e Jehovait janë njerëz të thjeshtë. Janë pjesë e familjes, e komunitetit, punojnë, shkojnë në shkolla, mësojnë, paguajnë detyrimet ndaj shtetit, po mbi të gjitha e duan njëri tjetrin dhe duan Krijuesin e tyre. Edhe duan që t'i duan njëri tjetrin, të duan njerëzit.
t'i shërbej Perëndis me qetësi, edhe të shprehin, si me thonë, dashurinë për gjithë njerëzit. Ashtu siç bën krijuesi. Prandaj janë kudo, të shpër një vaj janë kudo, janë njerëz të thjeshtë dhe ju lut vetëm njerëzve që të japin një mundësi për t'i njohur. Pikërisht, përgjithësisht për paragjykimet janë thonë na vinë në derë, na bezdisën, na pa. E ka një motiv ajo bezdisja, me thënë, dhe thot i japin mundësi për shembull, si është që t'i njohin. Nëse s'duan, Po, patjetër, kush do mund të vazhdoj. Po, nuk e quaj bezdisje. Ajo është shenjë dashurie, sepse un kam një lajm të mirë, kam një shpresë që dua ta ndaj, nuk dua ta mbaj për vete. Po si ti takoj njerëzit më mirë, është duke shkuar te shtëpia e tyre. Edhe kjo është një model që është në shkrimet e shenjta. Jezui, apostujt kanë predikuar shtëpi me shtëpi. Është në shkrimet e shenjta. Dhe ne përpiqemi, siç e kemi thënë, që ti përbahemi sa më ngushtisht fjalës e Perëndis, në mënyrën si e përhapim mesazhin, që ne quajmë një lajm i mirë. Është një lajm i mirë sepse do marrin fund vuajtjet, smundjet, vdekja dhe çdo gjë e ligë që sot e shohim kudo. Dhe do kemi mundësi të jetojmë kështu si po e ke parë pak. Ky është një imazh i vogël i asaj që do ndodh në nivel global. Faleminderit për të intervistë, për të sqarim. Unë dua ta përmbyll me një pamje të bukur që të shikojmë se si s'ka nevojë për shumë komente. Shikojmë tashmë se si takohen, festojnë, Përshëndetin njëri tjetrin. përshëndesin, këmbejnë kulturat e të gjitha me radhë nga njerëz që nuk kanë ardhur të detyruar. Asnjëherë. Përkundrazi, kanë ardhur nga dashuria. Të falenderoj. Faleminderit shumë. Vazhdoj me pamjet.